Njëri prej faktorëve që ka neve na bën të shohim se fëmijët janë me autizëm, është edhe pjesa e pseudoautizmit ose autizmit të rrejshëm. Në këtë grup bie ajo pjesa e fëmijëve që janë ekspozuar në për pajisjet elektronike të ankuara. Do thotë mungesa që është shumë e shpeshtë. Ne jemi dëshmitar se çdo kund ku shkojmë i shohim fëmijë të shumë të vegjël, duke filluar prej moshës para një vjeçare, ku prindërit e bojnë pa vetdije, bojnë një gabim shumë të madh për ta marrë një dozë rahatie në punët tjera dhe obligime tjera, shpesh detyrohen që fëmijët e tyre t'u japin do të thotë tablet, telefon ose t'i lënë para ekraneve televizive që të ndjekin lloj përmbajtjesh, vetëm me atë qëllime se po rrini qejet dhe unë po mundem në atë moment t'i kryej obligime tjera.